nuk mendoj që ja vlen një qeveri tranzicionale dhe gjithë përfshirëse. Pra, përfundimisht edhe LDK ka vijë të kuqe për lëvizjen vetëvendosje, pra për qeverin Kurti. Ne përfundimisht që nga ftesa e parë ju kemi treguar që përfundimisht ne nuk bashkëpunojmë me lëvizjen vetëvendosje. Kështu që nuk është veç tash, po ne kemi pas 2 ose 3 ftesa zyrtare që na kanë ardhur prej lëvizjes vetëvendosje, të gjitha i kemi refuzu për arsye që mendojmë që lëvizja vetëvendosje i duhet një reformim, lëvizja vetëvendosje i duhet me ndryshu qasjen edhe para se me bashkëpunu me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pasi që nuk mundesh përveç që ato që i përmena ma herët të keqeverisë të tyne, nuk mundesh me kërku nga Lidhja Demokratike të Kosovës me bashkëpunu edhe me ju vardis në një farë mënyre me fjalë më të mira që mund t'i gjesh, kur ne e dim shumë mirë narracionin për 4 vite që e kam pas për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po për partitë e tjera, zotri Guri? Sepse në rast se nuk arrin t'i bëjë lëvizja vetëvendosje numrat e mjaftueshëm, së paku 61 për ta formuar qeverinë, atëherë që do t'i takoj pastaj një shumicë tjetër që ta provojë nëse mund t'i bëj numrat. Do t'jeni të hapur pastaj për PDK-n ose për... Ne aktualisht jemi te pika A, do me thonë presidentja e ka marrë propozimin prej lëvizjes vetëvendosje për mandatimin e zotrit Albin Kurti për kryeministër të qeverisë. Kështu që ne duhet të presim 15 ditë të afatit që e ka... Afati vetë se ka filluar të rjedhë, janë më pak se 15 ditë tani. Edhe 10 ditë duhet të presim edhe 10 ditë për me po se a do t'i kryoj numrat lëvizja vetëvendosje, pasi që ata gjatë gjithë kohës kanë thënë, gjatë gjithë kohës, prej 15 prillit kur ka qenë seanca e parë e kuvendit të Kosovës, kanë thënë ne nuk i kemi numrat për kuvend, mirë po ne ju garantojmë që i kemi numrat për qeveri. Kështu që ne duhet të presim deri edhe 10 ditë të tjera sa kanë mbetë afati tyre kushtetues për me po se a i ka numrat apo jo, pastaj kur dalim te pika e dytë flasim për kur dalim te pika B flasim për pjesët tjera për kur i takon të dytit, mirë po për tash jemi te pika e parë dhe nuk po du me paragjyku të ardhmen, pasi që po du me besu që ata kanë thonë që i kemi numrat, mirë po një gjë është e ditër, numrat nuk janë, nuk i ka numrat, asë opozita, asë pozita. Nëse nuk është edhe LDK-ja e hapur për një marrëveshje të mundshme, rrjedhimisht i bie që do t'jetë e vështirë që të sigurohen numrat dhe i hapët mundësia... Sa e kam dëgju në për media, po flas, është që ata janë duke bërë përpjekje me nismën për krimin e qeverisë, janë duke bërë biseda me nismën e Fatmir Limës për ta bërë qeverinë. Mirë po prapun po them që nuk jam këtu për të full në emër të partive të tjera, mirë po çfarë kam dëgjuar, unë flas në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk bën koalicion me lëvizjen vetëvendosje, sa i përket një koalicioni të partive opozitare, partitë opozitare nuk i kanë numrat për me e bo qeverinë. Kështu që jemi në këtë situatë, unë mendoj që zgjedhjet janë gati se të pashmangshme, zgjedhjet e reja nacionale.